Të nderuar miq të RTI-s, vazhdojmë tutje me emisionin Në hijen e mëshirës gjatë muajit Ramazan këtu në RTI. Jemi në emisionin e dytë për këtë Ramazan dhe për sot do të flasim një Ramazani dhe edukimi i shpirtit. Kemi të ftuar Hoxh Blerim Haxhiaj. Hoxh, selam aleikum, mirë se erdhe. Aleikum selam, mirë se jeni. Pra jemi të akorduar të flasim për Ramazanin dhe edukimi i shpirtit. Jemi në ditën e dytë të Ramazanit, duke shpresuar që e keni kaluar mirë këto 2 ditë e para. Edhe njëkohësisht dhe do të kalojmë mirë edhe në ditët e tjera nëse kemi ymër për me për jetu. Atëherë Hoxh, e dim se agjërimi pra është një prej shtyllave të Islamit dhe se Allahu ka veçuar vlerën e tij. Pse dhe a mund na flasësh diçka për qëllimin e këtij adhurimi kaq madhor? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ila yawmiddin. Allahun e falenderojmë, ndihmë, falje dhe shpëtim vetëm për Allahut kërkojmë. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij ndershme, shokët e tij besnik dhe gjithë ata të cilët e pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Muaji Ramazanit, ashtu siç e përmend edhe ti, është muaj i veçuar ndërmjet muajve të tjerë. Allahu subhanahu wa taala ka dashur që ato ta veçoj edhe në shpërblim, edhe në sakrificën që e kanë besimtarët në raport me ta. Ka dashur Allahu ta veçoj atë edhe në mënyrën e pritjes se si besimtarët i bëjnë atij. Përkundër gjitha këtyre karakteristikave që i posedon ky muaj, Allahu subhanahu wa taala i ka lënë edhe një lloj qëllimi final me cilin ky muaj e pastron ose e ngarkon besimtarin. Këtë qëllim Allah subhanahu wa taala e përmend në fund të ajetit. Allahu thot: Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. U është bërë obligim, o ju që keni besuar, u është bërë obligim muaji i Ramazanit, agjërimi i muajit Ramazanit, ashtu siç u është bërë obligim atyre para jush, në mënyrë që të jeni të devotshëm. Pra këtu është ai qëllimi. Po në mënyrë që ju të pajisini me moralin më të lartë, me karakterin më të lartë të ekzistueshëm. E ai është devotshmëria. La'allakum tattaqun. Pra ky është qëllimi i këtij Ramazanit. Qëllimi final është që arritja e besimtarit devotshmërinë. Devotshmërinë pra që e ka për qëllim pastrimin e shpirtit, pastrimin e zemrës dhe bartjen e asaj konform asaj që Allah subhanahu wa taala don. Pra atëherë kur zemra jonë është e pastër, është e gatshme të pranoj çdo gjë që Allahu e dëshiron prej neve, e këto e arrim vetëm nëpërmjet agjërimit. Hoxh, pse është kaq e rëndësishme edukimi i shpirtit? Pra mund të jetë i qëndrueshëm te dikush i cili është futur në Islam sipërfaqësisht, me njohuri për të, është praktikant në pamjen e jashtme të tij, mirë po nuk kontrollon veten e tij në aspektin e brendshëm apo edhe atë shpirtëror. Po, se është i qëndrueshëm apo jo, kjo nganjëherë ka mundësi të jetë relative, sepse të brendshme tek e fundit e din vetëm Allah subhanahu wa taala dhe nuk ka mundësi dikush të gjykojë në bazë të jashtmes së tij. Mirë po, ne në bazë të haditheve, në bazë të ajeteve kuranore, mund të themi se ai i cili të brendshmen e tij nuk e ka të përmirësuar, e jashtmja e tij nuk është e garantuar. E jashtmja e tij, edhe nëse në një kohë është e qëndrueshme, atëherë ajo qëndrueshmëria e tij nuk ka mundësi të jetë afatgjate. Kjo për shkak se e jashtmja e tij nuk është në pajtueshmëri me të brendshmen e tij. Në lidhje me këto, ne kemi shumë thënie të selefit që na tregojnë mënyrën e formimit dhe ndërtimit të tyre që kanë pas në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Në lidhje me këto thot Gjundub ibn Abdullah, thot na ka mësuar, na ka edukuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përderisa na ishim të rinj, thot na mësonte imanin para se të na mësonte Kur'anin. Imanin e ka për qëllim besimin, bindjen e zemrës, qetësimin e zemrës në parimet islame. Këto para se ta mësojmë Kur'anin. Kur e mësonim Kur'anin, Kur'ani ndikonte në shtimin e imanit tonë. Pra, se pari ndërtoheshin imanisht,
besonin mirë me zemër, me bindje të prerë, pastaj mësonin nga pamja e jashtme ose ahkamet, dispozitat që vijnë pastaj. Kjo është mënyra e vetme që garanton qëndrueshmëri. Në lidhje me këto, Aisha radhiyallahu anha e përmend dhe thot në hadithin që transmetohet tek Buhariu, thot sikurse ndalimi i alkoolit, ndalimi i zinos, të kishin zbrit me njëherë tek sahabet, atëherë ata asesi nuk do ta kishin pranuar ata, për shkak se ishin të zhytur në këto gjinohe. Mirë po çka? Pasi që Allahu subhanahu wa taala i zbriti disa ajete në të cilat kishte iman, kishte besim në zemër, kishte kërcënim për botën e mëtejme. Për shembull, beli sa'atu maw'iduhum wa sa'atu adha wa amr. E përmend Aisha radhiyallahu anha pikërisht në këtë hadith. Thot, unë e kujtoj, thot, kur ka zbrit ky ajet i surës Kamer, që është ajet mjaft kërcënues, thot Aisha radhiyallahu anha, thot, unë kam qenë, thot, vajzë e vogël që lëzja me fëmijët. Që do të thotë që fillimi i shpalljes ka qenë me ajetet cilat investojnë më shumë në zemër, investojnë më shumë në iman, në bindje. Pastaj thot kur ka filluar të zbret surja Al-Bekare, surja Al-Maide, surja Ali Imran ose Nisa, këto sure të cilat kanë dispozita, thot unë thot kam qenë e martuar thot për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nga kjo e kuptojmë se edhe shpallja, fillimi i shpalljes ka qenë në fillim i ka jap rëndësi zemrës, brendësisë së njeriu, pastaj asaj të jashtmes. Atëherë çfarë lidhje ka Ramazani me edukimin e shpirtit? Shiko, edukimi i shpirtit ka nevojë për një kujdes të veçantë, ka nevojë për një disiplinë. Pikërisht këtë disiplinë ne e marrim nga agjerimi. Për shembull, se si agjerimi ndikon në disiplinimin e njeriut, mund ta kuptojmë edhe nga vetë definicioni që i kanë vendosur dietarët apo fuqahat agjerimit. Kanë thënë se në aspektin gjuhësor, agjerimi, siyami, do të thotë abstenim ose frenim nga diçka. Ndërsa terminologjik e përmendin dhe thonë se është abstenim, frenim ose përmbajtje nga të ushqyerit, ushqimi, haja dhe pija, dhe nga marrëdhëniet intime prej kohës së sabahut deri tek perëndimi. Pra këtu është një lloj disipline. Këtu kur besimtari përballet për shembull gjatë ditës së tij është i jetur dhe i kujtohet që ta merr një gotë ujë ta pi. Mirë po në momentin që ai e kujton se është agjërueshëm, e disiplinon veten, e përmban veten dhe e tërheq veten nga frika ndaj Allahut subhanahu wa taala, e tërheq veten të mos e pijat gotë ujë. Edhe këtë disiplinë të njëjtën duhet ta mbartë besimtari edhe tek gjërat e tjera. E që është për qëllim edhe tek pastrimi i shpirtit të tij. Për shembull, kur ai në jetën e tij të përditshme ka mundësi të përballet me gjunohe të ndryshme, të cilat ja trumbetojnë, të cilat ka mundësi ja trubullojnë zemrën e tij, të cilat ka mundësi ja prishin shpirtin e tij, nëse ai është i disiplinueshëm, edhe këtë disiplinë e merr prej Ramazanit, atëherë ka mundësi shumë lehtë i bëj ball edhe gjunoheve të tjera, edhe të jetë i disiplinueshëm përballë tyre. Atëherë, mund të na sqarosh më praktikisht çështjen e ndikimit të agjerimit tek përmirësimi i zemrave tona? Kur flasim për pastrimin e shpirtit apo ndikimin e agjerimit në pastrimin e zemrave tona ose pastrimin e shpirtit ton, spari do të kemi parasysh se ajo që kemi për qëllim është pastrimi i shpirtit në raport me Allahun subhanahu wa taala, para se të dalim tek pastrimi i tij në raport me krijesat e tij. Kur jemi tek pastrimi i shpirtit në raport me Allahun subhanahu wa taala, duhet patjetër të kemi të qartë se prej gjërave elementare që ndikojnë në pastrimin e shpirtit është sinqeriteti. Po të pastrohet shpirti nga çdo gjë tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Ashtu siç e përmend njëri nga selefët, ku thot zemër e sinqert është ajo në të cilën shikon Allahu subhanahu wa taala dhe nuk gjen asgjë tjetër përveç se madhërisë e tij. Pra, besimtari gjatë Ramazanit të tij duhet të synojë ta bëjë një zemër të tillë. Sepse nuk është e lehtë, është çështja e pastrimit e zemrës, është punë shumë e madhe.
punë për cilën edhe selefet nuk kanë garantu për ta. Bile thot Sufjan al-Thauri, rahimahullah, për dietarëve të mëdhtë selefit, thot ma alajtu shay'an as'ab min an-niyya. Thot nuk kam trajtu, nuk jam mirë me diçka më të vështirë në jetën time se sa me niyetin. Pra me zemrën, me çështjen e brendshme të tij. E pikërisht përmirësimin e zemrës, përmirësimin e niyetit duhet të na ushtroj neve Ramazani. Si për shembull, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përmend të gjithë i dinë hadithet men qame Ramadane imanan wa ihtisaban. Kush falet në Ramazan duke qenë me bindje të sinqertë, me besim të sinqertë në Allahun, wa ihtisaban dhe duke e prit shpërblimin e sinqertë tek Allahu. Kjo ka ardhur men qame Ramadanin. Pastaj ka ardhur men same Ramadanin. Kush e agjeron Ramazanin me këto dy kushte. Pra me iman të sinqert në Allahun edhe duke e prit shpërblimin e Allahun. Edhe këtu ka sinqeritet. Për shkak se nuk është e njëjtë sikur dikush që e bën një vepër dhe nuk pret shpërblim me ato që e bën një vepër dhe pret shpërblim. Kur e bën një vepër dhe pret shpërblim, i bën se ti je i sinqert. Pra kush i ka këtu dy kushte, edhe imanin, edhe llogaritjen në shpërblim, edhe gjatë agjerimit, edhe gjatë faljes se taravive për shembull që ka ardhur në hadithin e gjatë Ramazanit, por edhe gjatë që ka ardhur men qame lejletul qadri imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama lahu min dhanbi. Kush e fal natën e Kadrit, kush falet natën e Kadrit duke i pas këto dy kushte, Allahu subhanahu wa taala ja fal mëkatet të cilat i kanë parapri. Për shembull, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu amalu bani adam lahu illa as-siyam fa innahu illa as-sawm fa innahu li ana ajzi bihi. Thot pejgamberi Allahu në hadith kutsi, çdo vepër e birit të Ademit është për ta. E merr shpërblimin atë sa ai ka punuar, përveç agjerimit. Ai është për mua dhe unë shpërblej për ta. Dhe këtu ka sinqeritet, sepse Allah subhanahu wa taala ka thonë është për mua, që do të thotë se robi e ka bërë për hir të Allahut. Dhe këtu agjerimi ndikon në shtimin ose e stimulon besimtarin që ai të jetë i sinqert me Allahun subhanahu wa taala. Pastaj thot në fund të hadithit thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yad'u shahwatahu wa ta'amahu li ajli. Thot pejgamberi alaihi salam, robi e lën epshin e tij, e lën ushqimin e tij për hir timin. Prandaj edhe Allah subhanahu wa taala e ka marrë përsipër shpërblimin e tij, për shkak se robi ka pas sinqeritet. Tjetër që duhet ngjall në lidhje me sinqeritetin e agjerimi është ndjenja e asaj që quhet muraqabe. Është ndjenja e përcjelljes së Allahut çdo herë. Kur besimtari është agjerueshëm, edhe nga njëherë i vije mendja që të pi ose të haj diçka ose ta shfryjë epshin e tij dhe e kujton, me njëherë kujton se Allahu është duke e përcjell, kurse si ai nuk bie në ta. Kjo për shkak se e ka ndjenjen se Allahu subhanahu wa taala është duke e përcjell çdo herë. Edhe këtu kanë thënë dietarët, ai i cili e ka çdo herë prezente ndjenjen e tij, ndjenjen e përcjelljes së Allahut, kjo ndihmon në të qenurit e tij të sinqert. Dhe këto kemi nga njëherë mundësi ta marrim edhe me shembuj të kësaj bote. Sa prej njerëzve sot kanë pozita të ndryshme, të cilat nëse nuk e kishin këtë ndjenjë, kanë mundësi të furnizohen me haram. Sa prej tyre kur nuk e kanë këtë ndjenjë e lshojnë shumë lehtë shikimin e tyre në haram. Sa prej tyre kur nuk e kanë këtë ndjenjë edhe shikimin e lshojnë në haram, edhe ndëgjimin në haram, edhe furnizohen me haram për shkak të mos ndjenjes se përcjelljes së Allahut gjithmonë. Kur kjo është prezente, atëherë shumë ndikon në ndikimin në përmirësimin e besimtarit në sjelljen e tij të përditshme. Edukimi i shpirtit, pra a ka të bëjë me përmirësimin e sjelljes tënde vetëm në raport me Allahun, apo jemi të urdhëruar të kemi një shpirt të edukuar edhe përballë krijesave të tij në këtë rast? Gjithsesi, ne përveç se jemi të obliguar të jemi të kujdesshëm ose të edukuar në raport me Allahun subhanahu wa taala, patjetër që jemi të kërkuar që të jemi të edukuar apo shpirt pastër edhe karshi të tjerëve.
karshi edhe krijesave të tij të Allahut. Këtu ka mundësi nganjëherë jo vetëm krijesat njerëzit të hinë, po edhe ti duhet të jemi të edukuar edhe me krijesa tjera si kafshët ose të tjera. Për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që përmend tek agjerimi thot as-siyamu junne. Thot agjerimi thot është mbrojtje. Fala takhriqha bil ghibe. Thot andaj mos e prish ato me gibet, me përgojim. Që do të thot që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e përmend agjerimin si mjet mbrojtës përderisa ti nuk e prish ato. E me çka e prish ato? E prish ato me gibet, e prish ato me të folurit keq për të tjerët, e prish ato me fjalë të këqija. Gjitha këto e që kanë ardhur hadithe tjera që për shembull që përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili nuk e lën dëshminë e rrajshme, Allah subhanahu wa taala nuk është i nevojshëm për ta lënë ai ushqimin e tij ose për ta lënë epshin e tij. Këtë këto ndikojnë në prishjen e agjerimit. Ku lidhet kjo tash me edukimin e njerëzit në raport me krijesën e njerëzit është se në bazë të këtij hadithi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam don të thotë se përderisa ti nuk je edukuar mirë në raport me të tjerët, atëherë agjerimi yt nuk ka mundësi të jetë mbrojtje. Nuk ka mundësi të jetë mbrojtje. Se tha është mbrojtje, fela takhriqha bil ghibe, është mbrojtje për ty, andaj mos e prish ato me gibet, që do të thotë se përderisa ti bën gibet për gojan dikon, atëherë agjerimi yt nuk e ka dhënë atë efektin tënd sa duhet. Edhe nuk ka mundësi të jetë mbrojtje për ty, as që kanë përmend dietarët në ditën e gjykimit, po as në këtë botë, për shkak se ti nuk e investu të jetë ajo mbrojtje. Edhe na e dim se një mbrojtje sa më shumë të jetë e shpuar për shembull, sa më shumë të jetë e dëmtuar, aq më pak të mbron ty. Dhe sa më shumë që ajo mbrojtje është e fortifikuar, aq më i mbrojtur jeti. Prandaj edhe ti duhet të jesh besimtar i cili investon në agjerimin tënd dhe nuk e ndyt ato me fjalë ndaj të tjerëve, nuk e ndyt ato me çdo gjë tjetër që ka mundësi me prish edhe me dëmtu agjerimin tënd në mënyrë që agjerimi yt të jetë pastaj mbrojtje. Allah e shpërbleft. Atëherë hoxh, të qenurit njeri me shpirt të pastër, me shpirt të edukuar është cilësia ndeshme dhe madhështore padyshim. A është e vështirë të fitohet kjo? Dhe nëse fitohet, cilat janë rrugët që duhet ndjekur për të arritur deri te kjo cilësi, se nuk është edhe e lehtë? Jo bashkë e lehtë, goxha shumë e rëndë. Dietarët e përmendin se Islami në formimin e njerëzit, në formimin edhe edukimit të krijesës njeri i përdor dy elemente kryesore ose dy shtylla, dy komponente të them më mirë. Ato cilësitë të cilat besimtari i ka negative, mundohet që t'ja menjanoj ato dhe t'ja largoj ato. Ndërsa ato cilësitë cilat i ka pozitive, që ka mundësi nganjëherë dikush të lindë me ndonjë cilësi pozitive, vetëm nga natyrshmëria e tij ka cilësi pozitive. Allah subhanahu wa taala ose Islami vetëm se i formon ato, vetëm se i kultivon ato edhe më shumë. Për shembull, dikush e ka bujarin. Kjo është cilësi që nganjëherë ka mundësi dikush me pas edhe nga lindja. Islami e thërrir në kultivimin e bujarisë. Dikush e ka cilësi negative për gojimin ose e ka cilësi negative të ndryshme, sharjen. Islami e thirr në menjanimin e tyre. Çka po du me thonë me këto? Po du me thonë se ka prej njerëzve që ka mundësi nganjëherë të kenë edhe cilësi negative edhe cilësi pozitive. Ato të cilat i kanë pozitive, Islami thirr në kultivimin e tyre. Ndërsa ato cilësi negative, Islami thirr në menjanimin e tyre. Mirë po, kur jemi tek e pastrimi i shpirtit, pastrimi i shpirtit patjetër se duhet të ndërhyjet me shpallje. Patjetër se krijesa njeri duhet të investoj dhe të merr hapa adekuat në përmirësimin e vetes. Për shembull, që kanë përmend dietarët, patjetër duhet besimtari të mirret me veten e tij vazhdimisht dhe të investojë në veten e tij vazhdimisht, për shkak se kjo ka lodhje. Edhe thot Ibn Kaimi, thot janë mbledhur ose ka onanim në mes të gjithë njerëzve të mençur të tokës, se an-na'im la yudraku bin-na'im, rehatia
ose paqja, ose ai komoditeti nuk arrihet me komoditet. Dhe ne si besimtar e synojmë komoditetin, e synojmë xhenetin, gjën më të shtrejtë. Dhe gjëja më e shtrejtë nuk e pranon besimtarin përveç se të jetë i pastër, shpirt pastër. Dhe kjo nuk arrihet kurse si let, nuk arrihet me komoditet, mirë po çka don lodhje. Don lodhje ashtu siç don çdo sukses tjetër. Edhe kjo don patjetër mundim, don të lodhemi gjatë kësaj rrugës. Edhe don t'i marrim shkaqet. Që për shkaqeve është edhe duaja, edhe për shkaqeve është edhe vet futja në pastrimin e shpirtit. Domethënë çdoherë llogaritja e vetes para se të llogaritesh. Ndonjë shembull që tregon një shpirt të edukuar ashtu siç kërkon Allahu i madhëruar? Nëse shikojmë në siren ose në biografinë e sahabëve, tabiinëve, gjeneratave të para që ishin gjeneratat më të edukuara në aspektin islam. Ishin gjeneratat për cilat Kurani i lavdëroi, ishin gjeneratat për cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha khairul quruni qarni. Më mira gjenerata është gjenerata ime. Thumë pastaj ajo që e pason atë. Pra çdo edukim shpirti, çdo pastrim shpirti duhet të merren shembull gjeneratat e para. Edhe na nëse shikojmë në biografinë e tyre, gjejmë se ka shumë shembuj të tillë. Një prej tyre për shembull që po e ndaj tash është shembulli i Ebu Bekrit radiallahu anhu. Me Mistah ibn Ethathe ka qenë djali i dajes se Ebu Bekrit radiallahu anhu. Ebu Bekri radiallahu anhu ka qenë duke i dhënë sadaka këtij personi për shkak se ishte i varfër. Vazhdimisht i ka jep sadaka. Përderisa ka ndodhur shpifja e Aishës, e cila është e njohur në historinë islame, ku Aishën të bien e Ebu Bekrit radiallahu anhu e kanë akuzuar me nder. Kur kjo ndodhi, pjesëmarrës i këtyre fjalëve që silleshin në lidhje me nderin e Aishës radiallahu anha, ishte edhe ky djali i dajes së Ebu Bekrit, cili pikërisht Ebu Bekri ishte duke ushqyer, duke jap sadaka vazhdimisht. Çka tha Ebu Bekri u betu që nuk do t'i jap më sadaka këtij personi. Ndërsa Allah subhanahu wa taala zbriti ajet që të mos betoheni ju në lidhje me të japurit sadaka karshit e afërmëve, karshit e varfërve të tjerëve. Në fund të ajetit, Allah subhanahu wa ta'ala thot, "Ela tuhibbu an yaghfira Allahu lakum." A nuk po doni që Allahu m'ju fal juve? Kur zbriti ky ajet, Ebu Bekri radiallahu anhu, çka tha? Tha bela, po si jo, gjithsesi, edhe vazhdoi përsëri, e thej betimin e vet, vazhdoi përsëri të i jap sadaka. Ky shembull nuk ka mundësi me dal nga dikush përveç se nga dikush që ka zemër të pastër, përveç se nga dikush i cili e ka trajnu edhe e ka kalit veten në pastrimin e shpirtit. Ai i cili e ka kalit veten në pastrimin e shpirtit, atëherë ka mundësi edhe ta shkel veten kur vjen në pyetje obligimi ose urdhri i Allahut subhanahu wa taala. Hoxha, këto është fundi për këtë emision. Faleminderit shumë që ishe pjesë e këtij emisioni për të diskutuar pak a shumë, me qenë se tema është e gjerë e gjatë. Mirë po, shpresojmë që do të takohemi herë të tjera. Allahu ju shpëlbeft. Faleminderit për ju, Allahu ju shpëlbeft. Të nderuar shikues të RTS, kaq për këtë emision, takohemi nesër deri atëherë me mbeq.